Allah shpërblet hoqë, assalamu alaikum hoqë, e dim se në islam është sunet dhe udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ushqimet të hahet me dorën e djathtë. Por disa njerëz janë majtak dhe thonë se kanë shumë të vështirë të hahen me dorën e djathtë. Si duhet të veprojnë këta persona, a duhet të mundon të mësojnë me dorën e djathtë të hahen, dhe nëse vërtet nuk mundën, a ka ndonjë lehtësim në këtë çështje? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka këshilluar atë djaloshin e ka thënë hanë të djathtën për shkak se shejtani hanë të majtën. Dhe nuk ka rrugë tjetër. Duhet të hapë rrugën e djathtën. Kurdo që kopini ka shmajta, do të hapë në djathtën. Secili duhet në hapë në djathtën. Përveç nëse se ekziston dora djathtë, atëre në funksion të dorës djathtë bëhen dora shmajt. Por përderisa ekziston dora djathtë, nuk lejohet me hapë as me pi me dorë shmajt. Çfarë do të bëjmë? Duhet të më mësu, ata nuk është problem me mësu. Na, të gjithë gjela të djathtë, kushdo se shumica e njerëzve janë me të djathtën, nëse dojmë më mësu të shmajtë, mësome. Por një diçka tjetër, se do për ushqim, kushdo, problemi që shkruan me të djathtën, nëse do më mësuar me shumë të shmajtën, veç e praktikon, edhe shkruan me shmajtën se më shkruan me djathtën. A ka rrugdalje zgjidhje tjetër, zamësim nuk ka, për shkak se nuk ka ardhur hadith ndonjë zamësim nëse je me të shmajtën, nëse s'mundesh me djathtën, ha me shmajtën, nuk ka kështu. Ka disa çështje tjera, është e vërtetë. Te pija, për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka udhëzuar sahabët, i ka udhëzuar me pi me fushu, me pi ujë me fushu. Me pi ujë pastaj me fushu pak, me pi ujë pastaj me fushu pak. Ka në sahabi, oj të rëgoja Allah, one nuk ngina me ujë nëse s'pit pa ndërprej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë ti pit pa ndërprej. Në këtë rast, ka, por të dora nuk ka ardhur argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë lehtësime për ata të cilët janë majtak që njihen gjithashtu si majtak, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë lehtësime. Nuk ka lehtësime në ushqim dhe pije. Në çështje të tjera nuk ka asnjë problem, por kushdo që ka dorë djathtë funksionale, nuk lejohet me hapur me dorë shmajt, Allahu a'lam.